Refluksi është një fenomen shumë i përhapur, jashtëzakonisht shumë i shpeshtë. Refluksi mund të jetë fare rastësor, okazional, thjesht për faktin që dikush hëngrin çik më shumë se ç'duhej, ose hëngri në kohën e gabuar, në darkë. Nëse në darkë, mos u habit që të kesh refluks natën. Pse? Sepse stomaku mbushet aq shumë me ushqim dhe natën trupi bie në qetësi dhe siç bie trupi në qetësi bien edhe zorrat, të cilat nuk janë të përgatitura për të marrë dhe për të sjellë gjithçka ka mbush stomakun lupsi në darkën paraardhëse. Çfarë bëhet? Ushqimi mbetet në stomak dhe kur bie të flesh, një pjesë e tij regurgiton, kthehet mrapsh në ezofag dhe ndodh fenomeni refluksit. Pra ky është okazional, i varur nga një situatë specifike. Refluksi gjithashtu mund bëhet kronik, në kuptimin që kur një pacient në këtë rast, do thosha një person, ka një hernie hiatale, pra ka një pjesë të stomakut që kalon mbi diafragmë. Dhe në këto kushte krijohet një kalim i kundërt me lëvizjen fiziologjike, e cila shkon ezofag, stomak, duoden, zoreholl, në këtë rast krijohet e kundërt, stomak, ezofag. Dhe këtu krijohet një refluks. Kjo është më e shpeshta. Problemi i refluksit është që të gjithë njerëzit refluksojnë. Çdo njeri bën refluks. Edhe njerëz më normal bëjnë refluks. Ajo që diferencon njeriu më normal nga ai njeriu që ka shqetësim ose që refluksi krijon sëmundjen e refluksit gastroezofagal është shpeshtësia dhe prania e acidit kloridrik të shtuar në stomak. Pra në qoftë se bën refluks disa herë në ditë një njeri krejt normal, nuk as e kupton që po e bën. Kurse në qoftë se e bën njeri që vuan nga hiperaciditeti dhe këtë refluks e bën shumë dëndur, shumë shpesh, atëherë ky refluks shoqërohet me sëmundjen e refluksit, e cila është zakonisht ezofagiti.